Kush mendon të 3 muaj më parë se kjo do ishte sot Partia Demokratike, partia e idealeve tuaja? Por miq, kush imagjinonte? Cili imagjinonte në Shqipëri ose jashtë saj se në këtë fushat shqiptar do t'i përshëndeste njeriu i cili kishte qenë bashkë arkitekti i rikthimit më të fuqishëm në historinë e njerëzimit, presidentit Donald Trump në shtëpinë e bardhë, Chrysler Civita. Me ardhin e tij në shkurt të nesërmen e Edi Rama i ra të Olinës me grushta dhe vetëm sa si ra me kokë. Tani e sheh vetën të humbur dhe përpiqet t'i jap zemër me gënjeshtat që beson. Miq, miku ynë Chrysler Civita nuk erdhi as për para, as për influenca, sepse opozitat tjera më të mëdha se jona, më të fuqishme, i kishin bërë dhjetra oferta. Por, arkitekti i rikthimit, aja ndjeu se Sali Berisha dhe Partia Demokratike duhet të riktheshin pushtet. Na edhe ne kemi një njojët pak u fishme. Po këtë javë, dje, ne paraqitëm program në Shqipërisë madhështore. Programin të cilin ju garantoj